Një ditë, një familje po udhëtonte me avion. Kur shkua në aeroport, teksa po bënin kontrollin, një çift ishte aty afër dhe shikonte se çfarë ndodhte. Familja kishte një djalë, 16 vjeçar. Djali sillej në mënyrë të çuditshme dhe çifti e vuri re, megjithatë nuk thanë gjë. Kur hypën në avion, djali ishte parandritares dhe në momenti që avioni u ngrit, i tha prindërve: "Babi, mami, shiko, po fluturojmë." Të gjithë po shikonin dhe po habiteshin me sjelljen e tij. Çifti ishte aty afër, ai çifti që kishin takuar kur bëhesh kontrolli. Dhe kaloi një pak kohë dhe teksa avioni u ngrit: "Babi, mami, shiko shtëpit si po bëjnë gjithmonë e më të vogla. Shtëpit po lëvizin." "Jo," i tha i ati, "jemi ne që po fluturojmë." Çifti që ishte aty afër filloi që të qeshte me tallje. Sapo u ngjitën sipër, reve djali: "Babi, ne po ikim njësh me ret. Shiko sa bukur. Mami, po ne jemi shtrirë mbi re tani?" "Jo, zëmre mamit. Ne jemi brenda një avioni dhe avioni po fluturon. Ato ret janë sipër, pra ret, i thoshte ëma, janë sipër tokës." Dhe i tregonte se si është cikli i reve, i shiut e tjerë. Pas një farë kohe, njëri nga këta, nga çifti, u ngrit edhe i thot: "Mund t'i flasësh djalit thot sepse na shqetësoi." I thot babai: "Keni shumë të drejtë, thot, më falni." Bile thot i çifti: "Është mirë thot që djalin ta vizitosh më shpesh, ose ta vizitosh që të gjesh një specialist të mirë." "Po," i tha i ati djalit, "atë që kisha bërë, sepse shkova tek specialistët e mbar botës. Në fakt, sot është hera e parë që djali im shikon, sepse ka qenë i verbër që nga lindja." Çifti mbeti pa fjalë, njerëzit që ishin aty rreth ju mbushën syt me lot dhe filluan që të duartrokisnin për djalin. Ai nuk po kuptonte se çfarë po ndodhte. As çifti nuk e kuptoi se çfarë batutash përdorën duke para të djalë. Pse? Sepse që të gjithë jemi mësuar që të gjykojmë të tjerët. Sëmundja e shekullit është gjykimi dhe paragjykimi, pa e ditur se çfarë problemesh ka tjetri. Ai djalë ishte 16 vjet ashtu, i verbër, dhe atë ditë ai shihte për herë të parë. Shihte avionin, shihte se si ngjitej avioni në ajër, shihte ret, shihte botën për herë të parë në jetën e tij. Si mund ta dinte ai? Pra nuk duhet paragjykuar asnjëherë. Ja u thash këtë sepse ky është një histori e vërtet, por është ekstremiteti i paragjykimit, sepse paragjykime kanë gjithandej. Njeriu thash paragjykon në çdo gjë, në çdo aspekt. Mirë po, do t'ju them një sekret. Një sekret dhe kush më mirë se unë mund t'a thot, jo vetë mburrje, por është fakt. Unë jam paragjykuar që kur kam qenë fëmijë, duke filluar nga familjarët, që unë nuk dija të bëj asgjë, isha gomar, idiot, nuk dija të bëj asgjë. Pastaj, rreth teje, pra rreth familjes, i dëgjojnë ata bashkëshatarët, komshinët, e dëgjojnë familjarët, dëgjojnë vëllezërit, motrat,
dhe fillojnë të flasin. Dhe fillojnë që të mos respektojnë. Pra, unë duke patur eksperiencat të tilla që i vogël, mund t'ju them me plot bindjen që aty fillon paragjykimi, që në familjen tënde. Dhe paragjykimi të vret, të shkatërron. Dhe unë nuk e di se ku i gjet atë forcë që i vetëm, sinqerisht, i vetëm, pas një ndim, pas një, ecja përpara dhe thosha një ditë do i tregoj unë. Dhe sa njerëz ka në botë që thyen, rënohen nga paragjykimi dhe nuk çelin kurrë. Sa? Me miliarda. Por duhet të dini diçka tepër të rëndësishme. Një fëmijë, një vllai, një kushëriri apo kujdo që doni me të vërtet, në qoftë se ju i thoni ti je i madh, ti je gjigant, ti do bëhesh, ti je fantastik, ti je i bukur, ti je e bukur, ti je vajzë inteligjente, ti je djalë inteligjent, ai do besoj dhe ajo do besoj. Ndryshe, nuk do besoj dhe do vritet në vetvete, do mbyllet në vetvete. E përsëris, unë nuk di ku gjeta forcën, sepse i gjeta në vetvete, të gjithë forcën, por sa njerëz ka atje jashtë që dikush i thotë, shiko, pa diskutim kam bërë gabime në jetë, të gjithë bëjnë gabime, askush nuk është perfekt. Kush e di sa gabime kemi bërë? Nuk numërohen. Bile edhe po fillon pastaj që të hapen rrugët, bën akoma më shumë gabime, sepse nuk e qen ti. Unë, për shembull, nuk isha në një familje të një niveli, kur fillova në Greqi, për shembull, nëpër televizione apo në Itali, nuk isha. Dhe si mund ta dija unë se si sillet një familje e atij niveli, çfarë teknika shpërdorin, si flasin me të tjerët, si të gjitha. Sepse ti, kur jeton me një nivel tjetër, je i detyruar që ti mësosh ato, por unë pa i ditur, merreni me mend sa gabime kam bërë. Është normale. Dhe po thoshja, desh Zoti që kam takuar njerëz të mirë. Disa prej tyre ishin njerëz të mirë. Duke filluar që nga ish e fejuara ime, ish bashkëshortja ime, apo disa shok duke filluar nga Carlo, nga Antonello, nga tjerë. Ose në Greqi, për shembull, nga një vajzë, për shembull, që njihja dhe falsaj, që më mbështeti shumë dhe më thoshte ti je i madh, ti je i fortë, ti je i bukur, ti je i kështu, ti je ashtu, pra më jepte forcë. Dhe pikërisht ato copzat e vogla më bënin që të ecja përpara, i njëjta gjë edhe në Itali. Pra, ndoshta ishin pak, por sidoqoftë them që një pjesë e atyre më mbanin. Dhe ndoshta këto bën atë levën e Arkimedit në ecjen time, sepse pak e kisha nga natyra, pak dhe nga këto, dhe më ndihmuan. Pse po e them? Sepse do të dëshiroja shumë, e them gjithmonë këtë. Po shpresoj që të mos mallingjem, se sa herë që e kujtoj, mallingjem. Do të dëshiroja gjithmonë. Atëherë unë e kam atë ndjesi akoma sot, do të dëshiroja dikë që të më thoshte mos bëj kështu Nadir. Bëj këtë, mos bëj këtë. Shko atje. Qoftë në Greqi, në Athinë, ose qoftë edhe në Romë. Do të dëshiroja njëri të tillë që të më sugjeronte. Nuk e kisha, asnjëherë. Se duhet ishte një përbrit teje që të kishte bërë atë që ecurin që bëra unë, të paktën, aq sa bëra, mos themi dhe më shumë duhet të bënte, sepse po të kishte më shumë do më jepte më shumë sugjerime, por duhet ishte një që të kishte bërë një rrugë, si unë që të mësonte gjithë ato gjëra që të më thoshte. Nuk mundesh, askush nuk mundesh, dhe unë, sidoqoftë, diçka bëra, por megjithatë pse e them? Sepse duhet t'u jep një kurajo njerëzve. Kurajoa është gjëja më e madhe. Është ajo që e bën që ti ta bësh që të çeli karakteri i njeriu. Qoftë tek një fëmijë, qoftë tek gruaja, tek burri që keni afër, këdo.
Në qoftë se ju nuk i jepni një mbështetje, normal që edhe ai o ajo duhet t'japi një mbështetje, se është reciproke. Në qoftë se nuk ekziston kjo lidhje reciproke, padyshim nuk bëhet asgjë. Por, përveç kësaj, kur mos gjykoni, kur mos paragjykoni. Nuk jemi asgjë në këtë jetë. Kemi ardhur duar bosh dhe ikim duar bosh. Jemi më pak se hiqi, sot jemi, nesër mund të mos jemi më. Kështu që kush jemi ne të gjykojmë tjetrin se çfarë bën apo të bëj çfarë të doj, si të doj. Në qoftë se ti nuk je në gjendje ta sugjerosh, mos gjyko. Më falni që isha kaq direkt për këtë, sepse zakonisht i bëj pyetje të gjithëve që të bëjmë një diskutim. Por sot doja të isha pak më i lirë, sepse kjo është një eksperiencë personale që më ka mësuar shumë. Kështu që nëse keni dikën në jetë afër jush, këdo që të keni, vajzë, djalë, burr, grua, bashkëshortja, bashkëshorti, fëmijët tuaj, kur mos paragjykoni, veç i jepni kurajo nëse e doni. Kështu që unë ju uroj një natë të këndshme. Faleminderit që jemi për herë këtu bashkë. Ju përqafoj, ju dua fort dhe suksese shqipe kudo që t'jeni. Suksese nga thellësia e shpirtit. Natën e mirë.